Për herë të parë, ish-deputeti socialist Plarent Ndreca i vënë në akuzë për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera kur mbante postin e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Brendshme, ishte i pranishëm në gjyqin që po mbahet ndaj tij. Në nisje të seancës, gjykata i rrëzoi mbrojtjes një kërkesë për përjashtimin e Flojera Davidit, njëra nga anëtarët e trupës gjykuese, me argumentin se është e pabazuar në ligj. I pandehuri Ndreca dhe avokati Ermal Uzeiraj i kërkuan tokave të zeza që të shpallë moskompetencën në mënyrë që të gjykohet nga një gjykatë e zakonshme. Prokuroria, thot mbrojtësi, argumenton se i njëjti qëllim kriminal përbashkon të dyja procedurat, por ky është vetëm një deduksion logjik i pabazuar në fakte. Përderisa procedura e parë të nderuese është në vlerën 0, ndërsa e dyta që ka vlerë nuk ka konkurrencë, nuk ka se si të jetë shkelur barazia, thot Uzeiraj. Ndreca nga ana e tij u vetë mbrojt duke thënë se si sekretari i përgjithshëm është kujdesur që të gjejë ekspertët më të mirë në treg që të kryejnë supervizimin dhe rindërtimin e 4 komisariateve në vend. Sipas tij, me ndryshimet ligjore të 2021-shit, çdo procedurë që ka vlerën 0 është dekriminalizuar. Prokuroria e SPAK Dorina Beko thot se SPAK ka zbuluar se qëllimi final ka qenë paracaktimi i fituesit të tenderit e në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Brendshme, ai shkeli ligjin në fuqi. Ish-ligjvënësi socialist akuzohet për periudhën 2019-2020, kur si numri 2 i Ministrisë së Brendshme dyshohet se ka përfituar nga tenderi i rikonstruksionit të 4 komisariateve në vend. Ai u kallëzua nga kontrolli i lartë i shtetit, që pas auditimit të bërë, konstatoi fryrje të kostos reale të prokurimit publik që përfshinte Komisariatin e Mirditës, Komisariatin numër 4 të kryeqytetit, atë të Vlorës e Pogradecit.